Selamu alaikum, mirëmëngjesi që të gjithëve. Shpresoj të kemi pas një ditë me agjerimin e mirë, të kemi pas namazin e taravive, të kemi pas adhurim të mirë të Allahut. Në podcastin që kalum, Elvis folëm për faljen. Faljen e të madhit. Lam një nga... Po mashallah, më fal për kështu, po vëllezërit edhe motrat në Instagram janë goxha të shpejt. Afërsisht tani janë 1800 ndjekës. Zoti është përbleft. Mbas edhe lajmërimi. Se edhe janë dhe motiv për ne, që bisedën ta ndajmë me sa më shumë vëllezër dhe motra që është Zoti i begatoft janë çupër si fyr. Mashallah. Edhe Allahu nuk ta harron zgjimin për hir të tij. Kur flasim për syfyrin, diçka pak sa për pastaj për të vazhduar këtë temë, se edhe 3-4 minuta na duhet që të Pejgamberi alayhis salam ka thonë vononi syfyrin edhe shpejtoni iftarin. Tregohet për Ebu Bekrin radiallahu anhu shtyrte shumë maksimale në vet sipas traditës pejgamberit. Edhe tregon një që ka bëu një herë syfyr me Ebu Bekrin radiallahu anhu që u luste dhe i thote dilesh dhe shiko, se nuk ishte atëherë me orë kështu, me matje, po ishte me sy, derisa dallohet peri i bardh nga peri i zi. Edhe bote dua. Pastaj ndaloi duan thotë shife, u bë koha e syfyrit. Mbaroi me një fjalë edhe pastaj bote prap, pra e shtyrte, ka hapësirë goxha që të shtyret, sepse është traditë e pejgamberit me shtyr syfyrin edhe me shpejtu në iftar, pra në kohën që futet direkt njeriu duhet haj diçka dhe duhet ta bëj nasip, si thonë. Më them vetëm kur e shikon në këtë këndvështrim, duket domethënë sikur edhe te pjesa e lejuar dhe të ndaluarës Allahu i mshon më shumë të lejuarës. Shfrytëzoje maksimum të lejuarën, që do të thotë shtyje sa më shumë syfyrin, pra mos fillo ta gjërosh përpara kohës, dhe çele sa më shpejt. Dhe duket sikur kujdeset që edhe ajo pjesa e agjërimit që ka thënë ti shfrytëzoni mundësitë dhe hapësirat e mia maksimalisht. Siç është edhe për shëndetin, domethënë që njeriu mos rri kohë shumë gjatë, për sa don syfyrin që mos ta pi më macchiaton për 5 minuta. 4 minuta. Edhe kjo pjesa më pëlqen shumë valla. Kjo është një hyrje. Me u përgjigje, jo, po edhe për syfyrin, ëh. Domethënë si e kërkon njeriu rregullin që ka vendosur i madhi sot. Vetëm do të ndaja për veten time më radh parë, edhe për ato që na ndjekin, që siç jemi të kujdesshëm në syfyr, siç jemi të kujdesshëm në iftar, duhet të jemi në çdo porë të jetës. Siç themi, a erdhi koha syfyrit ta ndërprejmë, kështu duhet të themi për shembull, a është semafori kuq në rrugë, të ndalojmë. Se ngaherë e shohim Islamin ngushtë. Islami sistemi jetese. Edhe kur je duke ecë në rrugë, shefi pa pastërti largoje atë. Shef një njerëz që ka nevojë, domthonë prapë në Islam. Nuk është Islami vetëm u falë me agjëru. Dile se falmja dhe agjërimi janë motor, janë ndihmë që ti të jesh i dobishëm në shoqëri. Se lloj tjetër i madhi Zot nuk don që ne të jemi dogmatik. Është njëri që falet shumë, po gjithë jetën s'ka ndihmuar askan. Zoti na fal. Është një që agjeron në muaj Ramazanit, hënën të njëjtë 3 netët e hënës plot. Po nuk ka si lloj dobie, nuk është i këndshëm familjen e vet. Po, janë çiktash për shoqëri. Ibadetet janë ndihmë, motor. Kemi edhe 3 minuta që kemi, falenderojmë të madhin Zot që na e kalon, si më thon, nasib. Në Instagram jemi 2500, nuk e di, Facebooku e merr pak më ngadalë. 758 për momentin. Kemi shumë pastaj nga Elbasani, Senamori nga Prishtina. Mashallah. Nga Franca, Besiana Delina nga Franca, Suela Kaplani nga Hanoveri. Mashallah, nga gjithë bota janë. Zoti i begatoft. Thote njëri dje ku po lexoj të komentet, thote a ka po nga troja tona ka fakt neve për të respektuar mu to. Më shumë lexojmë ato që janë pak më jashtë, apo to. Kishte deri Ali Demsa mo. Po, edhe te ne ka shumë, apo to, po edhe për të respektuar, fakt, apo to kalojmë më tepër nga që i kemi. Mesazhi i parë biles ishte nga Korça, mos gaboj që ke Elbasani, nga Korça, nga Elbasani. Këtu thot për shumë dikush Niazi thot përshëndetje, thot nga Washingtoni. Mashallah. Washingtoni është shtator
Po, atje vazhdojnë, atje Ndoshta janë kojatësie, ndoshta janë terapi ose sa kanë mbaruar Mundet. terapit. Zoti i begatoftë i rujt. Se edhe kjo është i mrekulli vëlla. thot se nuk dilni live edhe në Facebook. Po, në fakt, në momentin që je duke shkruajt në koment, Jo ndoshta mos thot në Instagram ose në TikTok. jo Facebook thot, edhe në FCB. Po, këtu jemi. Varet se çfarë. Live, se këtu çfarë jemi kuptimi. live në Facebook jemi. Besoj se jemi në limite, kështu që mos të gabojmë vëlla, po e largojmë. Edhe po fillojmë me temën e sotme, me lejen e të Madhit Zot. Tëre, kemi temën. Stakfirullah. Kjo është dhe i kohë vëlla im që Zoti e ka beku këtë kohë. Kjo është koha më e mirë për të bërë istikfar. A di si është thonë në Kur'an? O bil ashari hum yastakfirun. Në kohën e syfyrit kërkojnë falje. Kjo nuk është vetëm në Ramazan. Gjatë gjithë vitit Zoti e ka vërtetuar me Kur'an. O fil ashari hum yastakfirun. Në kohën e syfyrit kërkojnë falje. Është kjo koha tani që po hy koha sabaut. Janë këto minutat tradite jo vetëm pejgamberit ton, po alayhis salam, po gjithë pejgamberët kanë kërkuar ritmikisht falje sepse është koha që Zoti pranon faljen më shumë se në çdo kohë tjetër. Mos është koha që zbret në qiellin e dynjas. Stakfirullah. Zoti zbret në qiellin e dynjas, siç i takon madhështisë dhe lartësisë tij, dhe është koha që preferohet shumë që njerëzit bëjnë lutje dhe të kërkojnë falje. Prandaj sa më shumë stakfirullah, Zoti im më fal, Zoti im më fal, Zoti im më fal. Biles tregohet që kur vëllezërit e Jusufit mbasi u shpalos gabimi që kishin bë, i thënë Jakubit alayhis salam babës vet, o bab, tani që u kuptu gabimi që kemi bërë, kërkoj falje Zotit. Edhe Jakubi alayhis salam i thotë se astaghfiru lakum rabbi. Unë do t'i kërkoj falje Zotit tim, do t'i kërkoj në të ardhmen. Dhe thënë e kishte lënë me kërku falje për fëmijët e vet në kohën e syfyrit. Ja. Se pranohet më shumë. Është interesante se si lidhen temat e podcastit, folëm për faljen, zbritëm tek pjesa e syfyrit, zbresim tek Allahu, zbret në qiellin e dynjas, e thot kush më kërkon falje mua që Unë do ta fal atë. unë do ta fal atë. Kush më kërkon mbrojtje, do ta Dolëm mbroj. dolëm tek vëllezërit e Jusufit. Po se janë të lidhura, kjo është mrekullia Po e jo, Islamit. mësolle shumë natyrshëm tek pyetja e parë. Natyra mëkatare e njeriut, me që më lidhe me vëllezërit e Jusufit. Po. Nuk ka njeri në botë, qofshin dhe pejgamber, që nuk kanë bërë gjinaf. Vetëm se pejgamberët nuk e kanë bërë gjinafin me dëshirë edhe me koshjencë. Pra kanë bërë gjinafe pa dashje. Si pejgamberi jon alayhis salam me të verbrin, që Zoti e këshilloi me Kur'an. Kurse vetë ka thonë në një hadith sakt, çdo bir i Ademit është gabimtar, më i miri është ai që pendohet. Kështu që nuk ka asnjë njeri, kushdo qoftë ai, që gjithë jetën ta kaloj pa bërë asnjë gjinaf. Dhe kjo është e sankcionuar qartë në fenë islame. Prandaj ne muslimanët me njëri tjetrin s'duhet t'i lavdrohemi edhe të themi që disi është problemi, unë jam engjëll. Sa thuhet që je njeri, je në sprov. Unë për këtë do t'i sjell dy argumente nga pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam. I pari është hadith shumë i fuqishëm, i cili thojnë dietarët e Islamit e ka skanuar natyrën njerëzore. Si e ka skanuar natyrën njerëzore, ka treguar realisht kush është njeriu. Feja vërtet, nuk është dogëm. Letargji kot. Idealizma pa lidhje. Po jetohet. Zoti gjithësisë i qofshim atij fal, i cili e krijoi njeriu kaq të përsos, universin kaq të përsosur, sa shkencëtarët mahniten për çdo zbulim që bëjnë kur e shikojnë precizitetin dhe përsosmërinë që ka. Ky Zot i gjithësisë, i plot fuqishëm, nuk ka mundësi që të ketë sjellë i fe kaotike. A jemi dakord me kjo? Po. Ylë si libri i fundit shkencor që më ran dorë, fliste për vrimat e zeza, për forcën e fuqishme të gravitetit. Autori kur e niste, a di çfarë thoshte? Qofse ekziston, pra për Zotin, se ai nuk ishte libër fetar. Qofse ekziston Zoti, thotë, ai është matematicien. Me të veten ai, sepse
çdo gjë në univers i dilte matematik. S'ka asgjë të rastishme, asgjë të kotë. Çdo gjë është precizitet maksimal siç e thotë dhe Kurani. Nëse thotë ai ekziston është programues. E ke parasysh çdo gjë është program i gjallë në gjithë universin. Siç është i program kompjuteri, imagjino tani po flasim për makron e madhe. Ai ashtu e konceptohet se ai nuk e njeh Zotin, hasha lillah, por ai e kuptote që ka një madhështor, është një nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës sot. Se shumica e shkencëtarëve kanë qenë besimtar. Çfarë është ky hadith që e ka skanu profeti alayhis salam natyrën njerëzore? Është hadith shumë i fuqishëm, thënë dietarët, dhe është një nga hadithet më realiste. Është e çuditshme se si e ka, domethënë vetë profeti s'ka bëj gjinaf, vetëm pa dashje atë që tham me verbin ose diçka të vogël, po pa qëllim. Por ai e ka shpjeguar natyrën njerëzore me detaj, se nuk e ka shpjeguar, ai e ka shpjeguar i madhi Zot që e ka kriju njeriu. Ka thonë, ma min abdin mu'min, nuk ka asnjë rob besimtar. Këtu vëlla, po ta shohësh fjalë për fjalë, nuk ka thonë nuk ka asnjë besimtar. Ka thonë nuk ka asnjë besimtar që i bindet shumë Zotit. Pra po flet për i besimtar të nivelit, nuk po flet për i besimtar që vetëm ka thonë një la ilaha illallah. Abdin mu'min do thot një rob që i është bindur shumë Zotit. Pra besimtar që është i bindur ndaj Zotit. Nuk ka asnjë thot besimtar që i bindet Zotit. Vetë se herë pas here ka gjinafe që i kthehet. Subhan. Shisa reale, ka shumë për shembull besimtar që e vujnë këtë dhe me drejtë, dhe ne jemi prej tyre. Ore, je pak më i devotshëm sot, e lën gjinafin. Dhe thu, pashat madhin Zot, s'ka më ta bëj më. Po. Kaloni javë, kaloni muj, varet, njerëzit janë ndryshëm, mund të kaloj dhe i ditë, mund të kaloj dhe i vit, varet për çfarë vesi po flasim, dhe varet çfarë shoqërie jeton, ne kemi sqaruar në podcaste, do ta sqarojmë kontekstin social. Me i vend që gjinafi është më prezent, besimtari bën më shumë gjinafe. Me i vend që ka kushte më shumë për besimin, besimtari bën më pak gjinafe. Prandaj llogaria i takon Zotit. Ka thonë nuk ka asnjë besimtar të mirë, abd që i bindet Zotit, vetë se ka vese që i kthehet atyre her pas here. Nuk shpëton njëri kësaj. Subhanallahu. Sa thellë ka hyrë natyrën njerëzore. Po, sepse vllai i dashur mund të jesh i fortë në një gjë. Mund të jesh i devotshëm në një gjë tjetër, por ka robi dobësitë veta. Nuk ka si njeri që është i përsos në të gjitha. Dhe shejtani mallkum, çfarë bën? Aty ku ke dobësinë, aty të godet. Aty të lufton. Të dobësojë nëpërmjet pikës dobët që ke, jo asaj që është e fortë. Nuk ka asnjë besimtar thot të mirë, i cili vetë se her pas here i kthehet vese. Her pas here, i herë një javë, i herë muaj, i herë 2 javë, i herë 3 ditë, varet se ku jeton edhe çfarë vesesh ka. Kjo është momenti i parë. Momenti i dytë është edhe më i frikshëm se kjo. E u thot dhembun ose gjinaf thot, të cilit ai e ka me shpirtin, e ka shumë të rënda të gjinaf dhe nuk e lën asnjëherë derisa të vdesë dhe të largohet nga kjo dynja. Po e ka gjinaf permanent. Çdo ditë, çdo kohë ai e shfaq atë. Po, pra i pari, nëse i pari ishte pak më, thotë her pas here. Po, me hope. Me hope. Kurse për grupin e dytë, thot huwa muqimun alay. Thot ai e ka gjithmonë atë. La yufarriquhu, nuk do t'i ndahet asnjëherë asaj derisa ndahet nga jeta kësaj bote. Vetëm kur vdes dhe ikën shpirti, s'ke më kushte. Në shpirt ajo vazhdon si ves, po atje kur shkon nuk ke më mundësi me e bëj gjinafin, nuk të krijon më kushtet sepse prapë bën atë gjë. Shumë interesant. Ky është gjinaf që është ngjit me shpirtin. Dhe robi, ky pjesa dytë është gjinaf i cili nuk ndahet në asnjë kohë. Kjo është problemi i madh. Se e ke parasysh kur të shpërzi me gjangun dhe ti çdo kohë shfaqet atë, kjo të dobëson zemrën shumë, po është realitet njerëzor. Pra, vëllezërit e motrat që na dëgjojnë neve duhet ta dinë këtë. Dhe mos bëhemi pesimist, po të mundohemi ta kuptojmë Islamin real, se këtë që po them unë ka thënë pejgamberi alayhis salam, kjo është hadith sakt. S'po e shpikun. Por kur ne trajtojmë këtë hadith, njerëzit fillojnë e kuptojnë se sa real është Islami. Pra i pari i kthehet her pas here disa gjinafeve, kurse i dyti nuk i shmanget asnjëherë derisa të hiqë nga kjo botë. Dhe ne duhet jemi realist me këtë që ndodh. Dhe thot innal mu'mina khuliqa mufattanan. Thot besimtari është kriju dhe sprovohet. Dhe kur sprovohet, herë i kalon provimet, herë bjen në ta. Pra natyra njerëzore nuk është natyra ngjyllore.
Natyra njerëzore është në një sfidë të madhe, prandaj dhe shpërblimi është xheneti. Ose pastaj kur nuk kalon as i provim është xhenemi. Thot, është kriju besimtari mu fettenan që të sprovohet. Dhe kur sprovohesh, ka raste që nuk i kalon dot, dhe këto ishin dy rastet që i përmendi pejgamberi alayhis salam. Ka thonë e para sprovohet, e dyta tawaban, po thot her pas here ai pendohet. Po dalim ke tema jon. Wan nasiyan, dhe besimtari thot harron. Si harron? Për shembull, flasim ne tani në podcast, na shtohet besimi. I kujtojmë gjërat e besimit dhe të fesë dhe jemi më të përmbajtur. Kurse në kohën që fillojmë harrojmë, të merr jeta kësaj bote, fillon harron çështjet e fesë kështu, fillon boca gjinave që edhe ti çuditesh derisa të rifreskohesh prap. Dhe besimtari thotë është harron. Idha dhukira tadhakkar. Nëse e kujtojnë, kujtohet. Pra dëgjoj ligjëra të bukur, shef në YouTube gjë të bukur që është fol për besimin, lexoj gjë shkencore të bukur, lexoj gjë fetare të bukur, ti tak kujtohet, thu çfarë po bëj? Zot më fal dhe përmirësohesh. Pastaj harron prap. Se si tham, e para sprovohet, duhet pendohet dhe harron. Kur kujtohet, i kujtohen. Pra dhe ne shpresojmë që nëpërmjet podcastit të rikujtojmë veten dhe vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, që të kujtohemi dhe mos të bim botën e gjinafit dhe mos të shtojmë gjinafet. Dhe në veçanti në muajt mallnushëm të Ramazanit. Gjatë kohës që po flisi ishte duke thënë me vete për çdo herë subhanallahu dhe mbase dikush thotë shoh, po ky pse thotë subhanallahu sikur si bok të gjinofe. Jo, unë i bëj ato që po thoja me vete është subhanallahu si më pranon Allahu kështu siç jam. Pra me të metat, me të mirat dhe me të metat e mia. Prandaj isha duke thënë se gjatë kohës që ti po flisi unë po reflektoja diçka tjetër, po thosh sa i mirë është ky Zot, i cili më njeh me të gjitha, pra nuk thot këtë jo, pra nuk është dogëm. Jo më të pranoj ashtu siç je, o robim, të pranoj ashtu siç je. Jo të pranoj me vese që si shmanga si je. Si shmang dhe thot mjafton që ti luftosh ato, mjafton që të pendohesh, mjafton subhanallahu. Është ndryshe s'do ishte ai krijuesi. Ndryshe s'do ta kishte zbrit ai Islamin. Po t'ishte ky muhabet i Muhamedit, t'ishte ky muhabet i Jezusit, t'ishte ky muhabet i Musait ose Mojsiut, t'ishte kjo çështje e Abrahamit apo Ibrahimit, t'ishte kjo çështje e Noës apo e Nuhut, kjo do ishte estrat. Po do ishte shkatru rrugës. Po do fliste një njeri kot, duke pretenduar që është pejgamber. Po t'i shohësh të ngelën themele, po këto ngelën, s'ka tjetër. Tjerat janë për fusha tjera, po flas për besimin. Pse ngelën këto me mijëra vjet? Sepse këto nuk folën nga vetja. A di çfarë thot Kurani? Wa ma yantiqu anil hawa. Ai nuk flet nga vetja e tij, ajo shpallje që i shpallet. Muhamedi alayhis salam deri 40 vjeç ishte vetëm njeriu mirë. S'kishte as shenja për të bërë lider, as për të bërë revolucione, as për të treguar dhe me i dhënë mend njerëzimit, ishte i thjesht, po vetëm kishte i cilësi ishte besnik, rob i mirë. I madhi Zoti ka zgjedh pejgamberin e tij. Pse Jezusi kush ishte? Isa alayhis salam. Njeri i thjesht ishte. Nga njeri i thjesht shpërtheu pra se ishin pejgamberët e Zotit. Studioje kush ishte Mojsiu apo Musai. Deri në moshën 40 vjeç ishte më se normal njeri. Kur Zoti e zgjodhi për pejgamber mbas mirësive të zemrës që kanë pas, ato shpërthyen dhe u bën shembull të njerëzimit derisa të mbaroj kjo botë. Pra këtu nuk ka gënjeshtër. A di çfarë i thotë ieri, se tani s'du të dalim nga deg në deg. Thot thuaj o Muhammed, Kurani. Ty të lejohet me dal nga deg në deg në Ramazan. Jo, se mos dalim nga, thot thuaj o Muhammed, sa e bukur është. Që është themel. Thuaj thot, thuaj o Muhammed, sikur mos më ishte shpallur, unë nuk do t'ju mërzisja fare t'ju tregoja juve për besimin. Allahu akbar. Shife qa analogjie. Unë s'do t'ju flisja fare, s'kisha lidhe si nuk ju fola deri 40 vjeç. Thot, unë, sikur mos t'më shpallë i shpallja, nuk do t'ju flisja juve për besimin, siç nuk ju fola për para. Se tani, apo flasim ne për vese, edhe për natyrë, po ta kishte Muhamedi alayhis salam, natyrë me dalën pa, nuk do dilte mas moshës 40 vjeç, ai që e ka delizet, ishte 5-30 del gjithë jetën, sepse natyra njerëzore që është gjithmonë. Nuk ndryshon robi çuditshëm 40 vjeç. Nga i urt, nga i mirë bëhet lider i madh do me drejtu botën, nuk shkon. Natyra fillon qyt 15, 17, 20, konsolidohet një natyrë, një njeri, forma e tij, formati i tij. Dhe shisha i thot Kurani, thuaj Muhammed, shpjegoja që po mos më zgjidh të Zotit më shpall, nuk do t'ju kisha fol asnjëherë me ju dhon mend, siç nuk ju kam dhënë përpara. Që sa e logjikshme analogjia. Atëherë pse shpërtheu 40 vjeç? Pse u përsosa i shumë 40 vjeç? Që u bë njëri i plotësuar 40 vjeç, sepse e mësoi Kurani famlar pra.
Kur e pyetën Aishën kush ishte Muhamedi, brezi që erdhi, tha Kur'an që ecte mbi tokë. Ai pati sukses se praktikoi Kur'anin dhe e mësoi Zotin me Kur'an, sa ai do ngelte i soi siç ishte përpara. Dhe ky Kur'an e ka bë të bekum këtë Ramazan në cilin po flasim. Pra hadithi i parë kush ishte? Ky që tham. Ka njerëz që bëjnë gjinave her pas here, ka njerëz që kanë gjinave që nuk i ndahen asnjëherë derisa të ndahen nga kjo botë. Po ky hadith nuk do të na bëjë pesimist. Jo, hadith në tregon natyrën njerëzore. Jo, përkundër se kjo të shpresë. Si tham, fillo hadithi ma min abdin mu'min, nuk ka asnjë rob besimtar, por po flasim për i besimtar që është i thelluar në Islam. Dhe prap ka gjona që ai nuk i kalon dot ato pengesa. Dhe për këtë arsye është falja ndaj Zotit së gjithësisë, kërkimi i faljes. Për ta plotësuar këtë, me që jemi ke pika parë. Tregohet për i person, ky është hadith i njëjti realitet si kjo që po flasim. Një goxha besimtar. Goxha besimtar. E njeh besimin, e njeh të madhin Zot. Beson, falet, agjiron. Po flas për popujt e mëparshëm. Njëri me kapacitet besimi. Bon, thot pejgamberi alayhis salam gjinaf. Si ai që tham. Rabbi inni adhnabtu dhanban faghfirli. Çfarë edukate ka i besimtar me të madhin Zot, me krijuesin e gjithësisë, se ti po jeton tokën e atij, po ushqehesh me ushqimet e atij, po thith oksigjenin e atij, e ka bërë tokën si djep thot për ju, pra që të jetoni, pse s'ka më as si planet tjetër jetë. Nga ajo që është zbuluar shumë planete që janë. Pse? Se i krijoi kushtet tu për jetën. Edhe kushtet janë sinkronizimi miliarda gjëra, nuk është çështje se u bën 3 gjëra dhe u bë jeta, se po të ishte kaq e thjeshtë do ishte bën univers. Është perfeksion total, miliarda gjëra sinkronizohen që ne të flasim kaq lirshëm edhe kaq ëmbël me njëri tjetrin. Në trupin e çdo njeriu janë 37.000 miliard qeliza të gjalla që funksionojnë ndërthuren, brenda çdo qelize ka miliarda molekula që ne të flasim kaq lirshëm kohë si fyri vllai nderuam. Nuk është rasti kjo, janë miliarda gjëra, procese që ndodhin çdo sekond trupin e njeriu, që ne të jemi kaq lirshëm si krijesë, flasim kaq qetë në kohë si fyri. Pra nuk është çështje jo kështu pa ashtu. Tokën ai e ka kriju të posaçme për të jetuar ne. Tani kur të gjitha ti ka dhënë, ti po prap gjinafti e kuptoj që e ke tepru. Dhe thot Rabbi inni adhnabtu dhanban. Zot, kam bërë gjinaf ndaj teje. Më fal mua. Kështu i thot pejgamberi selam tregon për një person realist me gjinafin. Përgjigja e Zotit gjithësisë. Robi im e din që është fajtor për gjinafin dhe e din që ka i Zot që fal edhe që dënon për gjinafin. E kam fal robin tim. Era parë. Po ta shohësh besimtarin këtë çast thu ky s'bën më gjinaf. Po. Kalon thot i far kohë, bën prap gjinaf. Si të gjithë. Prap mëkat. Thot Rabbi inni adhnabtu dhanban. Prap i drejtohet Zotit. Zot thot kam bërë gjinaf. Pra çfarë s'doni madhi Zot nga ajo që po nxjerrim si kontekst. Nuk don që bëj gjinaf dhe sikur s'ke bëj gjë. Kjo e hidhron të madhin Allah. Ose mundohemi ta justifikojmë, themi jam se ish kështu është. Edhe më keq. Pastaj këto janë cilësi shejtaneske. Herën e dytë, Zot bëra gjinaf, më fal mua. Kaq. Rabbi inni adhnabtu dhanban faghfirli. Më fal mua Zoti im. Thot Zoti e din që robi po ndihet fajtor për gjinafin. Dhe e din që ka i Zot që fal ose dhe dënon për gjinafin, e kam fal robin tim. Hera dytë. Këtë që po thoje ti, që ka i Zot mirë, që na justifikon sepse na ka kriju vet, po don që ne t'i drejtojmë atij me kërkim falje. Erën e tretë, njëjtën gjë. Zot kam bërë gjinaf, më fal mua. Dhe përgjigjja në këtë rast është, e kam fal robin tim se e din që ka i Zot që fal ose dënon, le të vazhdoj ai të bëj atë që don, nëse kërkon falje do ta fal. Ky është kuptimi i hadithit. Pra gjithë jetën, asnjëherë mos tërhiqemi vetëm se duke thënë qofse bëjmë gjinaf, Zot na fal, dhe në të njëjtën kohë i themi Zot na ruaj neve nga bota e gjinafit. Sepse me vërtet vllai i dashur, të flasim drejt, Islam real, me vërtet kur bëj gjinaf, i kërko falje dhe mund të falë Zoti, po plagën shpirt e merr. E merr. Humbjen e kënaqësisë e merr. E merr. Turpin e gjinafit e merr. Është natyrë njerëzore, po më i mirë është ai që i shmanget gjinafit. Por ne po themi që ai që bën gjinaf ka rrugën se si i madhi Zot ta pastrojë atë nga gjinafi. Po që mos kalojmë nga njëri ekstrem në ekstremin tjetër dhe për të qenë pak më të qartë. E gjitha kjo domethënë kërkon sinqeritet brenda. Edhe dije.
Edhe dije, Dish, sepse si se fakt. disa njerëz mund ta marrin edhe kështu, se tani domethënë ke kjo e treta mas tretës vetëm falet dhe thotë s'po e heq dorë nga ajo. Po kërkon. Pra lufta me vetvete për t'u larguar ndaj atij gjunafi është maksimalisht, po nëse bjen Sa e kërko falje, pra mos du dëshpëro që të vish ke prerë shejtanit, po të vazhdosh të shpresë Allahut. Po me koncepti mesatar. Sakt. Ne e dim që asnjëri si shmanget i 100% gjinafeve. Tani për ta kuptuar pendimin, ne i premtuam dëgjuesve, Po. vëllezërve dhe motrave historinë në rastin e Musait. Se këtu kuptohet tamam, unë e dashuroj Po, këtë moment. Tani një hadith shpresdhënës. Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Ai i cili pendohet nga gjinafi është si personi i cili nuk ka bërë gjinaf. Pra me që don të flasim për pendimin. Personi i cili pendohet është njësoj me atë i cili nuk e ka bërë gjinafin fare. Subhanallah. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Et-taib min adh-dhanbi, penduesi, ai që po pendohet për një gjinaf është si ai që nuk e ka bërë gjinafin. Deri këtu shkon. Kurse një hadith tjetër shpresonës është Zoti e shtrin dorën natën për të falë mëkatet e ditës dhe e shtrin dorën ditën për të falë mëkatet e natës. Ky është Zoti jon. 24 orë 24 mëshirues. për të na fal. Në kohën e Musait alayhis salam ishte i person i cili i kishte bërë Zotit mallnushëm gjinafe shumë. Dhe Musai alayhis salam vazhdon jeta, kishte mungesë shiu. Dhe sipas traditës e ka bërë dhe pejgamberi alayhis salam, dolën për namazin e kërkimit që Zoti të hedhë shi dhe bereqet, baza e jetës. Dhe Musai alayhis salam mbledh shumë prej ben Israilëve, njerëz që kishin një farë vlere, dhe dolën dhe fillon të lutën Zotit, o i madhi Zot, zbrite shiun që të vazhdoj jeta normale. Allahu mallnushëm i fol Musas. Thotë Musa, unë nuk e zbres shiun ose e zbres shiun me i kusht. Po Zoti im, kush është kushti? Tha, midis njerëzve që janë me ty duke më kërkuar mua që unë t'ju zbres bazën e jetës shiun, është një person që ka 20 vjet që vazhdon të njëjtin gjinaf, e bën shpesh, edhe unë jam i hidhur me atë. Kemi prapë këtë tema jonë. Po, ky është ai që e ka bërë 20 vjetësh, po s'ka kërku falje. S'ka kërku falje dhe e ka bot let, e ka bërë që hase s'ka problem, hase unë jam dikushi, besimtar, por nga i gjinafi i pjesës 2 të hadithit që folëm që nuk ju ndate asnjëherë. Dhe kishte vazhdu me mendimin se ne nuk i shpëtojmë dot mallit sot. Kishte vetëm me mendimin që hase s'ka problem. Prandaj, siç thotë i gjotë bukur Abdullah ibn Mesudi, thotë besimtari mirë, shumë e bukur kjo. Besimtari mirë e shef gjinafin si një kodër dhe është poshtë saj se mos po i bjen. Kurse thot ai që e ka marrë për sy fajsi, e shikon si vjen një insekt afër hundës tij dhe vetëm e largon. Ky ishte ke këto dytët. Kishte menduar që se s'është asgjë, jo nuk është kështu. Duhet me pas kujdes më të madhin Zot. Jetojmë pronën e Zotit na fal. Por këto kujdese do të jemi ndërgjegjshëm për atë mëkat që bëjmë. Dhe Musai mbeti, i tha o Zot, po që ta gjejmë, më thuj disa shenja. Dhe Zoti i tha 1, 2, 3 i tregoi për disa shenja dhe Musai foli para ben Israilëve. Tha, vëllezërit e mi, nuk ka bereqet nga i madhi Zot, në qoftë se njëri prej nesh që ka bërë 1, 2, 3, edhe i shpjegoi ca shenja që ai që e kishte bëu kuptonte. Duhet largohet. Tani çai binten me gjithë atyre njerëzve, tu zgjoje, tu çoje. Jo, as mos e ngre dorën. Hikte, dilte nga rjeshti. Zot na fal. Turprimi që ndonjë. Ora qofse e donte atë gjë. Pra, frika pastaj, frika tjetër që Musai folte me të madhin Zot. Frika se mos po ja thot dhe me emër. Pra, është ajo që e gjen njeriu dhe sot e kësaj dite do vazhdoj kjo që vjen një kohë që mund të turprohesh për gjinafet që ke bërë. Do dalim ke ajet, po vetëm të lutem mos më harro. Më vonë një ajet që është do është ajeti më shpresdhënës i Kuranit famlart. Aliu radiallahu anhu e ka dashur shumë. Dhe ky person e kuptoi që është ky. Në bazë të evidencave që dha Musai alayhis salam, ky e kuptoi që është ky dhe nuk u çu vllai i dashur. Nuk doli nga rjeshti. Po uli kokën, i rodhën lot, edhe filloi t'i pendohet madhit Zot me sinqeritet madh.
Aty e ndjehu atë që thot Abdullah ibn Mesudi, si kur është i mal dhe ti ke frikë se do të bi, kështu e shifte, kështu duhet ta shohësh gjinavin. Duhet ta shohësh gjinavin, ha se s'ka problem, ha se Zoti fal shumë, ha se s'ka problem Zoti. Nuk duhet me dhon mend gjëra që Zoti ka përcaktuar, ai ka sqaruar. Kjo është gjë se cilën ne duhet ta ndjejmë në thellësinë e shpirtit ton. Duhet me pas kujdes se Zoti ka krijuar, ti ka dhënë gjitha të mirat, tokën ta ka bërë si djep të jetosh sa më mirë, ushqimet dhe pijet janë të pafundme për 8 miliard njerëz, të lutem mos t'i japim mend ne Zotit edhe vetes ton me arsye tuaj. Jo, duhet me qenë të kujdesshëm. Tjetrit s'duhet me apo të keqen. Në familje duhet me qenë mirë. Si shqiptar duhet me shkëlqy. Mos t'i japim me ha se s'ka problem hudhja shqiptare, për shembull, po të them që mos leco në atë që ty duket si e lehtë. Dhe ky person uli kokën, i rrjedhin lotët, e filloi të pendohet, i madhi Zot mos më turproj, i madhi Zot më fal, i madhi Zot më nxjerr nga ky siklet. Nuk do ta bëj më. Nuk i kthehem më, po. Normal, se kështu themi të gjithë. Po, nuk i kthehem më. Dhe në çast, duke prit që dikush të çohet në këmbë dhe dalin nga rjeshti i turpnum, zbriti shiu. Allah. Dhe Musa ishte njeriu më i çuditur. Shiu binte me bollëk dhe ai person nuk doli nga rjeshti. Edhe u gëzuan njerëzit edhe Musa u veçu. Allahu ka thënë në Kur'an, "Wa kallama Allahu Musa taklima." Allahu i ka fol Musas me të folur drejt për drejt, siç i takon madhështisë tij. Si ka fol, siç i takon madhështisë tij. Kështu janë emrat dhe cilësitë e Zotit. Edhe u veçu dhe i tha, Zoti im i dashur, qofsha fal. Faleminderit pa fund për shiun që zbrite. Bazën e jetës për njerëzimin. Për shembull në planetet tjera që kërkohet për jetë, gjoja e parë është kërkohet aka ujë. Po pati ujë mund të ketë shanse për jetë. Tha, Zot, po vetëm ju më thatë që duhet dali një person që ka bërë gjinafe që ti je i hidhur. Ai nuk doli dhe shiu ra. Kush është përgjigjja e madhe e Zot? O Musa tha, kulmi, fundi i bukurisë, fundi i kuptimit dhe dijes logjikës madhe islame. Tha, o Musa, për atë zbrita shiun. Allah, kjo është me të drejtë trupi. Domethënë, s'po zbris se shiu, se pengoja e njëri. Po. Tani Allahu i thot, o Musa, unë zbrita shiun për atë. Dhe Musa i, la ilaha illallah, tha si o Zot, tha, njeriu im u pendua. Ai ktheu. Ai ishte i sinqert. Ai derdhi lot të ngrohtë nga sytë e tij me turp ndaj meje. Dhe unë nuk e turprova atë, po për atë pendim të fortë që bëri, shiun e keni bereqetin për atij. Musa kanë qenë njerëz shumë sinqertë dhe është baza. Musa i thotë o Zot, ky njeri, domethënë kjo tregon vlerën e kthimit ke sunduesi suprem. Asnjë njeri nuk është si thamë, dhe i qenë njerëz shëvraj dhe e pranoi Zoti, ëh. Prandaj kjo është shpresë për gjithë ato vëllezër dhe motra që na dëgjojnë, shpresë për ne që po flasim dhe gjithë ato që na dëgjojnë, se gjithë vëlla mund të kenë bëjë gjinafe në një kohë caktuar të mëdha, se s'kan qenë gjithë imam si puna ime 16 vjeç. E kupton çfarë bëhet, se unë po flas, kam qenë 20 e ca vjeç, kam qenë imam në xhami dhe kjo më ka rujt, por ka njerëz që kanë hyrë gjinafe të mëdha. Ka njerëz dhe bilës do t'i kërkoja vëllezër dhe motrat që na ndjekin që ta shpërndajnë. Ju lutem shumë në Instagram, bëni share edhe në Facebook që ta dëgjojnë këtë, se mund ta dëgjojë një që ka bërë shumë mëkate dhe mendon se është katru. Po. Ju lutem shpërndajeni në Instagram, edhe në Facebook, edhe në TikTok. Valla Musa tha, ky njeri tani u bë me famë. Zoti gjithësisë e ka fal, e ka bërë 0 gjinafe që ka bërë gjithjetën, tani po zbret dhe shiun. Tha, o i madhi Zot, ma trego kush ishte ky. Musa me sinqeritet. Përgjigja ekzemplare e Zotit gjithësisë, i qofshim atij fal, të gjithë fuqishmit, të gjithë pushtetshmit, të përjetshmit. Tha, o Musa, unë kam ndalu që besimtarët t'i nxjerrin fshetat e besimtarëve kur kanë bërë gabime. Ti më kërkon mua, Zotit gjithësisë, të tregoj kush ishte ai që kishte bërë gjinaf. Unë ja kam fal. E fsheha për 20 vjet. Unë e fsheha për 20 vjet. Subhanallah. Dhe tani e kam mbuluar se për atij e zbritashin, ti më thu kush është, nuk ta them, se asnjë mos ta di se kush ishte, se unë ja kam nxerruar atij ato gjinafe që i ka bërë. Dhe elhamdulillah, edhe sot e kësaj dite dihet historia, po s'dihet kush është personi. Kështu që inshallah siç Zoti gjithësisë e fali, atë të na fali edhe neve. Një
thjeshtësi, a mund të shkojmë drejt pendimit, para se të dalim kush janë mënyrat, a mund që Allahu i fal njerëzit, sepse normalisht ka dhe shkaqe. Po e tregoja historinë dhe po thoja me vete, mungesa e shiut për shumë arsye, që mund të jenë edhe të pjesës natyrore të gjitha, po qëllimi në fund fare ishte për ta sjellë të person drejt pendimit. Në fund fare të gjithë shiu ndalu për shkak të këtij personi. Pastaj erdhi për shkak të këtij, po për të njëjtin person, dhe atëherë ne kuptojmë që dija Allahut është shumë e madhe, parakalon caktimin dhe çdo lloj gjëje që neve vim në këtë pikë. Nëse diskutim. Kush janë mënyrat që neve duhet bëjmë shkaqet, sepse vërtet për shembull ne e dim shumë mirë që Allahu është mëshirues. Natyra jonë është natyrë mëkatare. Kush janë shkaqet që ne duhet bëjmë, qoftë nga ato të vogla, të mëdha, të gjitha komplet, që të përfitojmë nga mëshira e Allahut? 4. Thashë më the nota 4. Jo. 4 në 1 do ta shpjegojmë, 3 vetëm do t'i themi. Dakor, se i bën që të falim dhe i lën këtu. Po, sa shpejt i kanë koha. Po, domethënë, valla, këtu s'ke marr 4, po janë 4 këtu. Se e bëre si ajo që shef Enes ibn Malik, shef ëndër, engjëllin që merr shpirtrat. Allah. Dhe i thot, me që ma dha Zoti më thuj kur do vdes. Që ta di, që të përgatitem dhe më shumë, shoku pejgamberit. Ja bon engjëlli kështu. 5. Hajde mirë në vesh. Dhe ky zgjohet edhe shkon ke Ibn Sirini. Ibn Sirini ishte tabiin, po për ëndrat ishte ekzemplar në koment. Sa është dhunti. Po. Dhe ishte i merakos. Tham, kështu më ka ndodhur. Çfarë tha? Më tha 5. Tha të ka thonë 5, ke sura Lukman, ajeti i fundit që thot 5 gjëra i di vetëm Allahu, si di askush, një nga ato është kur do vdesësh. Kështu që edhe ne si jemi këtu për t'i vënë notën, një tjetrit 4 apo 5, vëlla, të lutem. Por 4 gjëra bëhen sebeb që i madhi Zot ta fali njeriu që në këtë botë e mos ketë as i kusur, të shkoj ke i madhi Zot kur të vdesi si fëmia i pastër pa gjinafe. Një do ta komentojmë të parën, sa është shumë e bukur. 3 tjerë vetëm do t'i themi. Gjatë Ramazanit, po na dha mundësi i madhi Zot, mund t'i komentojmë gjatë temave që do vinë. E para, e fuqishme. Fal që të falesh. Men la yaghfir la yughfar. Kush nuk fal, nuk falet. Allah. A don një të fuqishme? Fal që të falesh. Pra, a dumnet na fali Zoti gjoja më e bukur, sepse ti jemi fajtor ndaj tij. Po deshe që Zoti do të fali, po me shumicë. Fal ato që bëjnë ndaj padrejti ndaj teje. Ç'a ndodhi? Çudi e madhe. Sahabi i madh Ebu Bekr as-Siddiq. Njeri bujar, i devotshëm, i përkushtuar, njeriu më i afërt me pejgamberin alayhis salam. Aq i devotshëm sa fillote me knu surën Fatiha dhe nuk e mbyllte atë pa qajtë rrugës. Këndonte ajetet e surës Fatiha dhe i rrjedhin lotët rrekehaj shumë ndjente Kur'anin. Një nga gjërat që e ka lavdruar vetë Zoti i gjithësisë, jo me emër, po me cilësi në Kur'an, është që jepte shumë rrugë Zotit. Wala saufa yarda, thot, pastaj dhe ky njeri do të kënaqet me këtë bujari që ka. Dhe mbante njerëzit. Ato që ishin të varfër i mbante me lek mujore. Dhe siç na ka mësuar Islami, e fillote nga njerëzit më të afërt e me radhë. Dakor? Ndodh që sprova e Aishës. Po, sprova e njohur. Ifku që quhet. Mos thym detaje. Po. Dhe më e çuditshmja në botë për Ebu Bekrin, po që ndodhe rëndom sot, kishte i kushëri. Pra, fillun njerëzit, kishte njerëz që ran viktimë, hipokritët e këto duke shajt Aishën, e cila ishte bashortja pejgamberit alayhis salam dhe vajza e Ebu Bekrit. Dhe kur dëgjon i thojnë, kushëriri jot ka fol për Aishën që ka bëu atë vepër të keqe. La ilaha illallah, imagjino vllai dashur, ta marrësh me lek çdo muaj, ai ishte një. Po marrësh me buk. Ore s'kishte fare. S'kishte lek fare. Në çuditshëm, i mbarum nga kjo aspekt. Ky pasi lloj vetëm për rizat Zotit i çonte lek. Mos u mërzit, bose bebe ti më ke suport mua. Dhe tani robi vajzën e ka gjotë shtrenjtë. Vetëm kur i thojnë që edhe filani e ka shajt Aishën. Kishte shajt edhe kushërirën e vet. Pa njerëzit janë çuditshëm valla. Kishte shajt kushërirën e vet. Ebu Bekrin e kishte kushëri.
Kishte shajt vajzën e Abu Bekrit kushërirën e vet. Po njeriu nxitohet. Njeriu gabon, njeriu ndikohet. Sot shkruaj portal, shëro fëmijë sa të dush, ti shkruaj një çuditshëm atje, e njerëzit thënë mund të ketë bënë gjok. E kupton, pra njerëzit ndikohen, s'ka problem. Tani Abu Bekri u mërzit shumë. Tha për Zotin, kështu ka thonë. U betu në Allah. Tha për Zotin, unë kur se shof më këte. Unë të e majt me lek mujore që këtë jetoj e kym sha vajzën time me një situatë sprove të madhe. Kushdo e bën atë veprim. Për Zotin tha. Edhe më i kësaqë. Ore për Zotin tha unë si jap më këti. Kështu tha Abu Bekri. Mbasi u sqaru çështja që Zoti ja pastroi ai ishte në surën Nur, vjen një ajet për Abu Bekrin. Disha thot, që sa bukur, mos të betohen njerëzit bujar për jush, edhe kështë për Abu Bekrin. Kështu ka ardha jeti. Se ka preka s'me. Po, jo. Jo se e ka laftru biles. Tha, mos të betohen njerëzit bujar për jush, dhe mos të ndalojnë të ndihmojnë të afërmit, të varfrit dhe muaxhirët që kanë në rrugë Zotit Medine. Që thot pasaj dy cilësi. Feljafu o ljasfahu. Let falin dhe let tolerojnë. Dy gjëra. Jafu është me fal. Jasfahu është me toleru. Pra bëhuni tolerant dhe falni. Se mbyllet, është një nga ajetet më emocionues Kuranit. Ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Falni dhe toleroni. As doni dhe ju t'ju fali Zoti vet. Pra ne kemi një problem. Duam që Zoti na fali, ne s'falim vet. Pse s'mëson nga Zoti atë që bën Zoti ta bësh ti? Falni që të faleni. Dhe Zoti i thot, a nuk të shironi ju që Zoti t'ju fal juve? Dhe a di çka ka thonë Abu Bekri? Për Zotin, ka thonë, për Zotin unë dua shumë që Zoti im të më fal mua. Dhe unë tha, kushëririt tim Zoti ja ndërprej derisa të vdes, sadakan që i kam thonë. Që e kishin në zemër Kuranin. Këne u betu, kur i tha Allahu që mos u beto, po vazhdo mirësin, sepse dhe ju duhet jeni tolerant dhe falës, si që unë ju fal juve, ju toleroj, me gjithë se boni shumë gjinave, tha për Zotin, unë dua shumë të më fali Zoti im. Edhe unë tha nuk do t'ja ndërprej sadakan ati, deri sa ta kem jetën time. Ato të ngacmoj me një histori tjetër? Po jo se nash... Jo, se po pse jo, po ti e vendos, dash e thut, dash ja. Jo se shkoj vonë. Ka qenë një prej sahabëve që ka qenë përgëzuar me xhenet, zbotën e gjotë modhe. Po vlla, po inshallah do kemi mundësinë të bëjmë edhe podcast tjetër se e ke parasysh për çfarë po them? Është 5:30, vlla, janë 45 minuta. Jo, shumë e shkurtër, e ke parasysh për çfarë po them? Jo, po, jo unë se po i do të shkurt vlla, unë po fillova me sqaru, duhet me sqaru. Pika të shkurtra. Kush ishte e para? Atëherë falni, që të falni, ose është dhe hadithi që vjen më shironi ato që janë tokë, më shiroj. Ose kush nuk fal, nuk do të falet. Subhanallahu. Men la yaghfir, la yughfar. Kush është tolerant dhe falës, nuk e meriton që Zoti ta fal. Pra ne duhet të mësojmë nga Zoti jon në këtë rast. 1. E dyta, se tham janë 4 gjëra që të bëjnë që ti ikësh ke Zoti dhe të jetosh në këtë botë si fëmia pa gjinafe. A tham kështu? Po. E para, falni që të falni. Faleni edhe toleranca, Po. Jo çdo gjë, jo me inet njerëzve në kokë për çdo gjinaf, për çdo pengesë, për çdo fjalë që thonë ti mos i harrosh gjithjetën. Falni dhe toleroni. Se edhe Zoti na fal dhe na toleron për shumë gabime që bëjmë ne. Siç ekuacion që e ka vendos vetë Sundusi i gjithësisë në Kur'an. 1. E dyta, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Veprat e mira i fshin në Kur'an, ajet Kur'ani po them. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, bëni të devotshëm kudo që t'jeni. Kur ta bëni një gjinaf, shpejtoni në një vepër të mirë, se ajo e fshin gjinafin. E dyta, e para, kush fal, do falet. E dyta kush ishte vëlla? Veprat e mira. I fshin veprat e këqija. Dakor. E treta, nuk e godet, ka thonë, besimtarin. Stresi, mërzitja, hidherimi, sprovat, smundjet, problemet, vetë se Zoti me çdo kënd për këtyre problemeve, sprovave, smundjeve, halleve, gjërave, stresit, ja fal gjitha gjinafet. Allahu. Kjo ishte e treta. E katra, valla. Aliu radiallahu anhu ka thonë, për mua është ajeti më shprehzënës i Kuranit. Po, e kujtove vetë. Po se ishte e katra. Po.
për çdo gjë që ju godet, çdo sprov që ju godet për shkak të mëkateve që i bën duart e juaja. Pra Zoti ka i ligj. Bone gjinaf, do ta pagush. Çfarëdo që ju godet nga ajo që e bën duart e juaja, se Zoti si po patrecia skujt. E ti çka ka thënë në fund si e mbyll, që ka thënë Aliu është ajeti më shpërzonë siguar, o ja fuan këthirë. Por çdo gjë që ju godet, por për shkak të asaj që e punuan duart e juaja, sa shumë të tjera ja u fal ai pa ju dënu. O ja fuan këthirë. Dhe shumë gjinafe ja u fal ai vetë. Nga madhështia, falja, bujaria, mshira e tij e pakufishme, nuk ju dënon, se për ca t'jep leksion, se edhe po t'la fare, bojemi të këqine. Ne pos na erdhi problemi i gjinafit që bëjmë, ne pastaj e dumi sinjal. Llastohemi me gjinafen ndaj Zotit. O yafu an kathir, dhe ai u fal shumë nga madhështia e tij. Ky është Zoti jon. Falni, që të faleni. Veprat e mira i fshin veprat e këqija. Sprovat falin gjinafet. Dhe falja e të madhit Zot. Inshallah, dhe Ramazani, dhe nata kadrit, do t'ja arrim që me shpresë të madhit Zot, pa idealizma dhe amatorizma. Kemi dëshirë që përbarom i madhi Zot na bëjë si fëmijët e pastër. Kjo është qëllimi i këtij Ramazani. Inshallah. Ishte shumë e bukur se edhe si kemi nevojë, domethënë, nga që edhe Shqyqyr Zotit u trajtu, domethënë erdhi shumë natyrshëm që ke podcasti i 4, edhe për një arsye shumë thjeshtë, sepse vim nga 11 muaj shumë ngarkum. Patjetër. Diku humbet shpresa, diku, më thënë një lloj, por vetëm para se ta mbyllim, më thënë, shpresh neve në raport me njëri tjetrin, kur themi edhe për pjesën e faljes, se kjo është një gjë shumë e mrekullueshme. Nga herë friksohemi se do të kalojmë ca pengesa që dashë pa dashë ja vendosim vetes. Ne friksohemi se po të falim, më thonë, marrim për dobësi, pastaj po të falim, do të thënë, raportet njerëzore. Si do ta rregullojmë neve këtë pjesë me njëri tjetrin? Po e ka raportu Kurani famlart. Femen afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kush fal dhe ajo falje përmison, shpërblimin e ka ke Zoti. Po fale dhe tjetri bëhet më i keq, s'do ta falësh. Pra, jo mirë. Jo, po trim pak të mesme se nga herë do të thonë njerëz se mos i kthehet në Dakor, me i podcast nuk shpjegohet gjithë Islami. Ne po japim parimet bazë. Unë do doja nga vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, vllai dashur, është na thojnë çfarë temash ato dëshirojnë, se ne nuk do të flasim çfarë duam ne vëlla. Patjetër. Ne duhet të flasim atë që kanë interes dhe duan vëllezërit dhe motrat. Kemi pasin ngacmim për Sulejmanin. Unë po i marr shënim, jo, ka qenë që radhës i kalojnë, po. Motrat nderuara, shoh që na shkruajnë nga Roma, edhe çeka thot Irenisi, thot banor të Shpellës, edhe kjo është historia më shumë fakt. U po i marr shënim. Historia e Shpellës, pra ajo surës Kehf për djelmoshat. Vëllezër për Imam Hyseinin thot po, shumë gjë e mirë. Qofse keni tema, ju lutem na i shpalosni, edhe na i thoni, i ndriti thot selam aleikum nga Italia. Emrat e Allahut thot një temë tjetër vëlla, komenti i emrave të Zotit të gjithësisë. Nga Lugano thot në Itali, dikush tjetër thot për Dhulkarneinin ose surën Kehf. Nuk e di, në Facebook a shprehën dëshira Allah. Historinë e Xhibrilit po e kërkojmë prap. Temën e Jusufit thot dikush tjetër, e kemi mbajt Jusufin vëlla në podcastin që kaloi, apo e kemi mbajt para 2 vjetësh, kur e kemi trajtuar Jusufin, se perlë është e madhe. Dhulkarneinin, dikush thot historinë e Ismailit. Zoti ju shpërbleft për Jusufin, historinë e engjëllit Xhebrail, thot dikush tjetër. Anila Koçi thot tema Miraxhit. Historia e Khidrit me Musain. E di kur se thot tema Miraxhit, dhe më kujtohet, jo këtë herë radhës i kaloi kemi qenë me Jusuf, më shumë kërkohet, po vëlla. Kemi qenë me Igzonin, edhe në momentin që ke qenë duke shpjeguar që Xhibrili bëhet si valla. A di çfarë do njëri? Allah thot na tregon për martesën me 2 gra, se ca po martohen fshetas.
O zoti të rujt, ka nga ato? Zoti më, a vlla kishin një gjuti që martohen fshehura si vjedhur e si vlla me gra të tjera, zoti na falti inshallah. Për Jusufin thot keni shpjeguar vjet, është vërtet vlla më duket, a? Për Jusufin po. Keni folur vjet Jusufin, mashallah sa mirë e majnë mend vëllezërit. Historia e Musait me Karunin. Vlla duhet t'i japim fjalën dhe ne e kemi në program, s'kemi fol në Ramazanet e tjera për Musain. Po. Por po që jam gjallë me të madhin Zot përpara, e kemi lënë vëllezër, motrat nderuara, e kemi lënë që 10 ditën e fundit flasim për pejgamberin e madh të Allahut, Jusufin alayhi salam. A do të vijë egzoni këtë radhë sot vëlla, një tjetër? Do vijë egzoni ke po foljo? Me shprej Zotit, po. Inshallah. Po. Inshallah. Një tjetër vëlla kërkon temë si është sjellja e burrit ndaj gruas. Besoj që mund të jetë motër që e kërkon këtë temë, po patjetër. Po vjet keni fol siç duket thot për Jusufin alayhis salam, disa kërkojnë për Merjemen. A mund të dërgoni thot për historinë e Musait me Hidrin? Pyetje thot nga Franca. Po, shumë interesant. Sa të vëmendshëm i kemi. Po vjet ke fol për Jusufin thot, mashallah Zoti ju beqato. Do i kërkojmë dhe çik çunave që kur të flasim për Musain me jajt na vjen një gjë këtu nga mrap. Inshallah, sa bukur thot një tjetër na flisni thot për pejgamberin alayhis salam. Pra, ne çdo temë e ndërtojmë, po ideja është jetën. Mashallah. Dikush tjetër thot e ndriti Hajzeri thot për jetën e Berzahut, për jetën e varrit. Dikush tjetër thot për betejën e Kerbelas. Dikush tjetër thot keni fol për Jusufin dhe Sulejmanin. Për Isain thot profetin e madh. Dikush thot për ditën e Kiametit. Keni folur vjet shumë thot për surën Merjem. Fakt kemi fol për surën Merjem, po kemi fol për surën Ali Imran fakt. Nga New Jersey na japin selam. Po thot vjet na keni bërë me qajt. Zoti ju begatoft e na boni dua. Dikush thot komentoni surën e Duha, mashallah sa hapësira kanë vëllezër. Shumë hapësira dhe na dhan goxha për temën. Një për shembull që unë kam qef, thot Muhammed e ka emrin, thot për historinë e sahabëve. Edhe e kemi biseduar ne për historinë e sahabëve që të flasim, dikush thot për historinë e Nuhut alayhis salam. Shpjegim për profetin Isa thot të cilët kristianët e ngatrojnë ose kanë mendimin tjetër, natën e Miraxhit, thot dikush Arsim Krasniqi na thot sa mirë që të kemi hoxh thot. Elhamdulillah, boni dua Allah që të kemi fuqi. Dikush thot sa bukur tema, po kënaqem valla, tema nga më ndryshmet. Për unë e Siratit thot dikush tjetri thot komentin e surës Rahman, tjetri thot për Beni Israilet, mashallah smarojnë. Dikush tjetër thot sa bukur, thot për temën e edukatës me të fëmijëve në Islam. Dikush tjetër thot Ya'juj al-Ma'juj wa hum min kulli jabalin yansilun. Dikush thot për ujin e Zemzemit. Ata bëj pyetje thot dikush thot përshëndetje thot Envis thot tisha me ditën ç'a moshe ki fillu thot me lexu Kur'anin. Do më na lën deri për jo të thjesht. Se nga që the që i vogël kam qenë 13 vjeç vlla. 13 vjeç. 13 vjeç. Dikush kërkon ditën e Kiametit. Janë shumë të thellum vlla. Biti Lai ka thot historinë e 2 njerëzve të kopshtit, që është sura Kehf shumë e bukur. Dikush thot me komentu surën Bekare, mashallah, për zoni po kënaqem se s'është se i kisha lexuar me kaq vëmendje. A mundeni thosh a mundeni për pejgamberin ton rastet kur ka qesh. Sa bukur. Ju duhet merremi çik se kjo është pjesë e optimizmit të gjitha. Do të shoh komentet edhe mrapa për Zotin. Po shoh gjëra shumë të bukura. Zoti ju begatov vëllezër motra të nderuara, pra tregon nivelin e mirë që keni. Dikush thot historinë e Omerit radhiyallahu anhu, dhe ishte gjë shumë e bukur në fakt. Po, nuk e me sahabët si kemi trajtuar në podcast. I kemi shkëput pjesë element, po jo. Si më marr me jetën, si më thon biografinë. Jo. Një hadith ose sure thot për jetimët. Shi sa bukur një tjetër o vllaim. Si të kënaqet Allahu me ne. Po. Zoti është për deft. Po. Bravo. Si mund plotësohet një dëshirë kur është e sinqertë?
Dikush tjetër thot historinë e Belkisës, përshëndetje nga Ulqini, Zoti ju begatoft. Dikush thot surën Ali Imran, surën Yusuf dhe Sulejmanin, dhe na kanë lënë përshtypje thot dhe dita e Kiametit. Për këto që janë trajtu, rëndësia që të vdesim si musliman. Mashallah, ore pas ka nivel të lartë njerëzit që shkukan. Jo se si kemi pa dhe kemi dyshu, po shoh gjëra shumë të bukura, Zoti ju shpërbleft. Edhe fuqia e rëndësisë. Don bashkohore, miku i librit. Si e një Islamit ChatGPT-n. Këtu e maj 2-3 tema valla. Islami na hapi punë. Islami dhe AI. Jo, për atë Islami dhe AI. Na hapi punë për ato që s'njohin. Për sotin. Jo, se njerëzit do ta dinë se një vit. Sa lexoj unë për AI-n e për shkencën. Domethënë, debati që kemi është kështu për shkakun që mos lexoj shumë se na myte. Elhamdulillah. Jo, duhet të ecim me njohuri të kohës. Mos është në një nga këto që na njeh fare, që ka shkruajtur për ChatGPT se na myti. Bëj një dua për të smurët. Zoti i shërov gjithë smurët dhe neve gjithashtu. Një tjetër thotë një histori se për njerëzit që kanë ndryshuar jetën e tyre me Islam, janë këto të bukura për shembull Fudhail ibn Iyadin e Malik ibn Dinarin. Dikush thotë për zbritjen e Kuranit. Hoxhi nderuar thot lutu për ne që të ndjekim çdo mëngjes. Allahu vëllezër motra që na ndiqni çdo mëngjes gjithë dhe bashk, Allahu na furnizoft pa mas në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. A di nga nxjerrët e dua Allah që them Zot na furnizo pa mas? Nuk është se e kam gjetë në Kur'an si lutje ose nga pejgamberi alayhis salam. Dika e kam hasla. Zekeria e pyet Merjemin. Merjemen e sinqert. Thot kur e gjente ushqimin i çonte ushqim dhe e gjente ushqimin tryez. Tha ja Merjem anë leki hadha. Tha o Merjem, nga të vjen ty ky ushqim? Tha ky ushqim vjen nga i madhi Zoti Allah i rrezuku me yesha bi ghairi hisab. Zoti furnizon pa mas atë që dëshiron. Nga kjo dhe disa ajete që thot Zoti furnizon pa mas, un kam zgjerë lutje. O Zot na furnizo pa mas në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Edhe po them në bazë të asaj që ky vëlla na kërkon, Zoti se sot s'do bëjmë dua të gjatë, vëlla se shkoj shumë vonë. Zoti, vëlla i dashur, që ndajmë bashkë podcastin. Na furnizoft pa mas. Amin. Në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Na boft nga banorët e xhenetit, na rujt nga zjarri i xhenemit. Na dërgoft në xhenet ne, edhe familjet tona, dhe të afërmit ton, dhe gjithë ato që na do zemra, dhe gjithë ato që i duam dhe na duan për Allah. Amin. Kështu po mbyllim këtë podcast me këtë lutje. Allahu na ruaj që të gjithëve. Edhe inshallah shihemi në podcastin tjetër. Amin. Selamun alejkum.